Këngëtari i njohur Mevlan Shaba është mjaft prezent në mediat rus për arsyet e jetës së tij sentimentale. Kohë më parë është përfolur për një ribashkim mes tij dhe Livias, edhe pse dyshja asnjëherë nuk reaguan drejt për drejt mbi këtë çështje. Në postimin e fundit Mevlani ka publikuar një thënie, teksa ndjekësit kanë reaguar se mund të jetë një thumbim për Livian. Në foton e publikuar ishin të shkruara këto fjalë: si unë gjita aq lart o kormill, duke u lëpir o mik, duke u lëpir. Disa njerëz përfitojnë nga servilizmi dhe dyfytyrësia, duke u lëpir. Ishte shkrimi që publikoi në rrjetin e tij social Mevlan Shaba, të cilët fansat e morën si një thumb për Livia Brungën. Në lidhje me këtë të fundit, është parë që ka një lidhje të madhe me Kosovën. Unë jam shumë e lidhur me Kosovën, sepse siç i kam thënë shpesh kam një pjesë të familjes nga Kosova dhe këtu ndihem shumë në shtëpi. Unë jam veriore dhe po, ndihem në shtëpi, pra më pëlqej shumë. U shpreh Livia. Ajo tha gjithashtu se shumë kosovarë shkruajnë dhe japin komente të mira lidhur me energjinë e saj pozitive. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.